Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të ndërrohet vëllezër, vazhdojmë me ligjëratën 20 në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku jemi afruar periudhës së fillimit të shpalljes. Ne para prakisht ishim duke folur për disa ngjarje, disa ndodhi që kanë shërbyer si parahyrje ose si shenja se është duke u afruar fillimi i shpalljes. Disa prej tyre i përmendëm, vazhdojmë sot me një tjetër, e që është e fundit, e që ka të bëjë me vetmin. Do të pejgamberi alayhi salatu wasalam është bë e dashur vetmia pak para fillimit së shpalljes. Dunjaja kishte arrit vëllezër afër buz humnerës, njerëzimi me hapat shpejta shkë drejt shkatrimit. Andaj Allah azza wa jalla dash për rahmetin e tij, për rahmetit e tij që kur vjen një tërë i madh dhe një shkatrim i madh, Allah azza wa jalla kur don e lëshon dritën e tij për t'u larguar dhe për ta menjanu këtë tërë, këtë dhalam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte në një gjendje që as pak nuk ishte i kënaqur me atë që e shifke dhe përjetonte vazhdimisht ditë për ditë me ata që i kishte përreth. Pra arsye se kishim mluar ata xehli, kishim mluar ata idhujtaria, kishim mluar ata zullumi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte i kënaqur me atë që ata ishin, mi po nga ana tjetër nuk ishte edhe se kishte ndonjë zgjidhje tjetër sepse nuk di çka më bë. Andaj pejgamberi alaihi salatu wasalam periudhën e fundit ju bë e dashur shumë vetmia. Dhe për zgjodhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një prej shpellave të Mekës për t'u vetmuar dhe për të adhuruar Allahun me atë që e dike. Tregon Aisha radhiyallahu anha, dhe Aisha radhiyallahu anha kur e përshkruan këtë periudhë, nuk është se ka qenë dëshmitar, por përkundazi nuk ka as nuk ka qenë lindur, sepse Aisha radhiyallahu anha ka lind 4 ose 5 vite pasi ka filluar shpallja. Ata është ta përmendën është duke folur për një periudhë para shpalljes. E çishë di Aisha radhiyallahu anha kanë dëgjuar prej sahabëve të tjerë, pi babës ose pi dikujt tjetër, që kanë qenë dëshmitar. Thot thumma hubbiba ilayhi al-khala'u fa kana yalhaqu bi ghari Hira. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam ju bë dashur shumë vetmia. Dhe shkoi për zoti shpellën Hira për të vetmuar dhe për të adhuruar Allahun aty disa net. Shpella Hira është vëllezër në një mal që është mali Hira në Mekë. Do të thonë më herët është njohur si mali Hira, mi po tash njihet si mali Jabal Nur. Mali i dritës, apo në këtë mal gjendet shpella Hira. Ky si mal vëllezërosh në veri lindje të Mekës. Do është në largësi pothuajse pas 5 kilometra nga Mekë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përzgjedh këtë shpellë për të adhuruar Allahun dhe për të vetmuar, nuk është lehtë për mungjit drejt së shpellës. Përkundrazi, domethënë ka nevojë pajki për takat edhe për mund, mirë po është shumë e përshtatshme për arsye se vendin që është jo vetëm se e shef horizontin, po e ke pa Mekën, e ke pa si dorë me pas, po gjithashtu e ke pa edhe Çabën. Mirë po e ke pa Çabën kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tashmë nuk e shef për arsye të ndërtimeve. Andaj ka përzgjedhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë arsye dhe për një arsye tjetër që ta përmendim më vonë. Fa yatahannathu fihi al-layali dhawati al-adad. Dhe në këtë shpellë ka adhuru Allahun disa net të numrume. Qabla yarji'a ila ahli wa tazawwadu lidhalika thumma yarji'u ila Khatija fa yatazawwadu bi mithliha fa faja'u al-haq. Sot para se të kthehej te familja vet, mirë ke ushqim, mirë ke zahira dhe prapë pastaj kthehej e vazhdonte atë vetmin që domethënë i ka zgjat disa net. Ka qenë prej zakonit të arabëve, kurejshitëve, zakon që sigurisht e kanë trashëguar ndoshta prej kohën e Ibrahimit alayhis salam, dhe domthonjë që ato e kanë përzgjedh në veçantë shpellën Hira për të adhuruar, për të vetmuar. Edhe Ibn Hajeri ka përmendur se Abu Talibi ka qenë një prej tyre që e ka pas zakon që në shpellën Hira me pas një periudhë ku ai do të vetmohet dhe do të izolohet. Përmendëm se njëna prej arsyeve, domethënë ose ursive pse përzgjedhet kjo si shpellë, është për arsye domethënë vendit që ka, për arsye të lartësisë që ka, dhe është prej shpellave të vetme që mund është prej asaj shpelle me pa Çapën. Domethënë këtu bëhen bash disa prej adhurimeve që ka qenë
kushdo që ka kërku ka mujt me gjetë. Domethënë njëna prej tyre ka qenë meditimi. Shumë lehtë kemi mujt me mediturat krijimtarisë së Allahut. Tamam, mu vetmu, gjithashtu edhe me e pa çapa. Andaj këto këtë disa prej adhurimeve që janë kanë lehtësu, edhe kanë bërë më të lehtë edhe më të dashur çështjen e vetmisë, po edhe më të dobishme. E para prej pejgamberit alayhis salatu wasallam po tregon Aisha radhiyallahu anha se është bërë dashur vetmia. Është bërë dashur mu izolu nga njerëzit, nga krijesat për mu lidh me Allahun subhanahu wa taala. Dhe kështu ka vepruar pejgamberi alayhis salatu wasallam çdo Ramazan, ose muin Ramazan ket, ose pothuajse ket muin. Ramazan është vetmun këtë shpellë. Mi po kështu ka vepruar 3 vitet e fundit pejgamberi alayhis salatu wasallam. Jo se ket jetën e tij, edhe jo se ket muj tjerë. Po muin Ramazan e ka përzgjedhur që me pas sikurse pastaj do të njihë sikurse itikaf, vetmia, izolimin në këtë shpellë 3 vitet e fundit. Pejgamberi alayhis salatu wasallam kur e kryqe këtë qendrim, kthehej pastaj Mekë. Përveç që kthehej Mekë për me marr ushqim edhe me marr furnizim, kur e përfundonte më këtë si qendrim, kthehej Mekë. Mi po kur kthehej Mekë pastaj para se me shku te familja, shikeni herë bëke tavaf te çavja. Pastaj shkoi te familja, edhe Aisha Hatixha radhiyallahu anha ka qenë krahi i djathtë i pejgamberit alayhis salatu wasallam edhe në këtë aspekt. Domethënë vetminë e tij, izolimin e tij që ka pas në këtë shpellën Hira, shumë ndihmë ka marrë edhe prej Hatixhës radhiyallahu anha, e cila domethënë përveç se më përgatitin ushqimet, i ka ndihmuar edhe në mënyra tjera që t'ia lehton pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kështu ka vazhduar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 vitet e fundit, derisa i ka ardhur ajo dita dhe momenti për të filluar shpallja. Mi po përmend Aisha radhiyallahu anha fa yatahannathu fihi al-layali dhawati al-adad. E përmend tha dhe qëndronte në shpellën Hira disa net të numëruara. Për çka? Fa yatahannathu fihi. Do të thotë për me adhuru Allahun në atë shpellë. Me adhuru me shka? Qysh me adhuru? Për ibadet, do të thonë s'ka përmend Allahun, për ibadet. Me adhuru Allahun ose me bëj ibadet qysh në çfarë mënyre? Ka thonë dikush për ulemave, nuk ka kanë ajo adhurim, do një veçan, po thjesht ka kanë meditim rreth krijimtarisë Allahut. Do thonë jo si një mirë, po qysh s'di çka më bën, nuk di detaje, veç po meditoj krijimtarinë e Allahut subhanahu wa taala. Dikush tjetër jo ka thonë, ka në bazë të një shariati që e ka pas paraprakisht. E këta të cilët kanë thonë se është ka pas diskutim mes tyre, a ka qenë në bazë të shariatit Nuhit alayhis salam, apo të Ibrahimit alayhis salam, apo Musaut alayhis salam, apo Isaut alayhis salam. Allahu alem. Ka mendime ndryshme, më e saktë dhe më afërta, wallahu alem, është se ka qenë bazë të shariatit që e ka trashëguar nga gjyshi i tij, Ibrahimi alayhis salam, apo baba i pejgamberit. Që ajo fe që ka met, edhe që ka arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe natyrshmërinë që e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka ditë që Allahu do të më adhuru, po s'ka ditë çish. Ato me kaset e kanë ditë se Allah është krijuesi. A më çish më adhuru, ka ditë detaje. A më ka ditë që me kaset nuk janë mirë. Kjo fe nuk është çështo çish e ka lënë Ibrahimi alayhis salam, ose nuk duhet që çështo nuk është e pranueshme i dhujtaria, andaj do të më bëj diçka me poçish nuk e di. E shka me bëj atë është vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si është bëj dashur. Është bëj dashur pikujt, hikmeti i Allahut, ka dashur Allah. Nuk përmendet këtu se dikush e ka shtin, e ka imponuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose e ka mësuar me shku te kjo shpella. Po është bëj dashur, ka dashur Allah azza wa jalla para përgatit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një ndodhi shumë të madhe. Ulemai vëllazër në këtë pjesë sirrës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nxjerrin disa mësime. Njëra prej tyre është që nuk lejohet në shpellën Hira me e synu tash, me synu dikush prej muslimanëve për adhurim. Po pejgamberi alayhis salatu wasallam e ka synu për adhurim, është vetmu për adhurim, kjo ka qenë para se me fillu shpallja. Mi po pasaj pas shpallës pejgamberi alayhis salatu wasallam ka qëndruar edhe 13 vite në Mekë, si do ta kuptojmë. Po pasaj ka shkuar, ka bërë hijrat në Medinë, prap ka ardhur, edhe pse ka qenë në Medinë, prap ka ardhur në Mekë. Nuk ardh asnjë transmetim që tregon që pejgamberi alayhis salatu wasallam ka shkuar e ka vizituar shpellën Hira. Gjithashtu nuk ka transmetim që pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thonë se kjo ka ndonjë vlerë, as më pak më për bereqet. Andaj kushdo që viziton ose synon për me adhuru, për adhurim të veçantë, ose pse ka ndonjë vlerë të veçantë, ose për të berruk, për me kërku bereqet, kjo diçka është e ndaluar në shariatin e Allahut. E dyta, Aisha radhiyallahu anha po përmend thotë net të numëruar. Do ka qëndruar shpellën Hira net të numëruar. Jo pak net, që mos me fitu atë për cilën është vetmu, pas jo dhe shumë e tepru.
që tregon që pejgamberi alayhis salam e paska pas zakon, qysh para pejgamberllëkut çështën e mesatarisë, që pastaj do të bëhet edhe simbol i fesë. As nuk është që e ka lënë mangut pas që e ka tepruar, po e ka qenë shumë mesatar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo aspekt. E treta, vetmia vëllezër jep një mundësi shpirtit të çlirohet nga ato prongat e materializmit e shumë vejseve të këqija që i ka pas, po gjithashtu edhe jep hapësirë vetes tonë për me marrë në llogari, apo me marrë në llogari para se mu marrë në llogari. Gjithashtu edhe domethënë të jap mundësi për me medituar rreth krijimtarisë Allahu subhanahu wa taala. E katërta, pëlqejet një vetmi ose izolim i përkohshëm, e që më pas është vërtetuar me çështjen e itikafit, apo itikafin në muajin e Ramazanit e ka dobin shumë të madhe. Pejgamberi alayhis salam e ka pas zakon dhe bele ka para pëlqej shumë në për hadithe. Po më pasysh çfarë pozite ki? Apo ai e kryetar apo ai e udhëhequr? Ai e hoxha apo ai e tregtar? Ai e kushije apo? Është mirë me bë itikaf mu izolu përkohësisht në xhami, jo në shpella, në xhami, për të përfituar diçka që ta jep çështja e izolimit ose vetmisë. Me po këto tash jemi duke fol për një vetmi që më e di çish çka më bë. Pejgamberi alayhis salam është vetmu, po se ka ditë. Tash më jena me detaje dina çish me adhuru Allahun subhanuhu teala dhe çish me përfitu në mënyrë më të mirë nga çështja e vetmisë. Dhe e fundit pe dobive që lidhen me këtë paraprakën është që e përmendëm izolim, vetmim i përkohshëm rreth anët caktuara. Jo tërësishëm. Jo më izolu edhe me prej shoqënisë. Pejgamberi alayhis salam nuk e ka pas këtë zakon. Ne përmendëm disa ngjarje më herët, po do të përmendim inshallah që dëshmojnë ngjarjet që pejgamberi alayhis salam ka qenë pjesë e shoqërisë. Nuk është izoluar nga shoqëria. Andaj pejgamberi alayhis salam muajin Ramazan ka shku është vetmu, ama 3 vitet e fundit. Jashtë muajit Ramazan ka qenë me shoqëri, pjesë e shoqërisë. Jashtë këtyre viteve ka qenë pjesë e shoqërisë, mos flasim pastaj edhe si pejgamber. I njëjtë është ai alayhis salam që do të thotë pastaj në hadith, alladhi yukhalitu almu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Do besimtari që përzihet me njerëzit dhe bën durim në vujtje dhe sprova që i has nga ato, është më shpërblim më të madh se sa i besimtari i cili nuk përzihet me njerëz dhe në bazë saj nuk ka më pas edhe çka më bë sabër. Atë tregon kjo që dush më përziti nëse do më shpërblim më të madh dhe më ka njëri më i mirë. E përderisa ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam në shpellën Hira, pa pritmas po i vjen besniku i shpallës, Xhibrili alayhi salam, herën e parë me shpallje. Apo po i vjen ditën e enjte. I vjen ditën e enjte, ditë han. Do të thotë ka qenë dita e han. Që ka qenë dita e han kjo ditë prej razë sepse është në vetë sa i në muslimi pejgamberi alayhi salatu wasalam se pse arsyen pse agjeron ka thonë sepse ajo ditë është e han është dita ku kam lindë dhe han është dita kur ka filluar shpallja. Ka pastaj ka përmendur Ibn Abbas ka thonë pejgamberi ju ka lindë ditën e han dhe është bë pejgamber në ditën e han. Pastaj kanë thonë ulemajë në një prej neteve të muajit Ramazan. Muaji Ramazan po, gjithsesi si muaj është dihet që kur i ka Xhibrili alayhis salam shpellën Hira ka qenë Ramazan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit është muaji kur është zbrit Kurani. Mi po cilën natë këtu ka diskutim me Sulejman. Dikush thot natën e 17, dikush natën e 21, dikush natën e 24. Diskutimi është i gjatë, mi po ai që dihet për razë se ka qenë e han. Pejgamberi alayhis salam ka pas 40 vjet. Hamana tu ke mush 40 vjet. Edhe ka qenë muaji Ramazan. Po vjen Xhibrili alayhis salam, domethënë me çështjen dhe ndodh ajo që ka qenë ndodhia më madhështore e njerëzimit, apo. Sepse po vjen po zbret libri më i madh, më madhështor i Allahut. E zbret kush? Me laçë më madhështore. Pejgamberit më madhështor, në vendin më madhështor, muajin më madhështor, natën më madhështore, umetit më madhështor. Apo Xhibrili alayhis salam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, muajin Ramazanit, në natën e Kadrit apo se natën e Kadrit ka zbrit. Dhe umetit më madhështor dhe pastaj Allah subhanahu wa taala përmend inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit Kur'anin, dhikrin, dhe ne kemi do ta ruajmë këtë Kur'an. Tregon Aisha radhiyallahu anha dhe thot pastaj fa hatta faji'ahu al-haqq wa huwa fi ghadi Hira faja'ahu al-malaku fa qala qara. Dhe pa prit mas erdh haku e vërteta. Dhe erdh melaçja dhe i tha iqra, lezo. Pejgamberi alayhis salatu wasalam tha ma ana biqari'in, nuk di me lezo. Thot fa akhadhani fa gattani hatta balagha minni al-juhd
ose El Jahd, ka dy transmetime. Thot më ka marrë, më ka shtrëngu, që ka krijesë, që nuk ka ditë pejgamberi alayhis salam kush është. Mi po ishte Xhibril alayhis salam. Ka marrë alaykum salam. E ka marrë, ka shtrëngu, thot derisa më lodhi, thot. Isha në mundim të madh, s'musha me duru. Thot fa arsalani, më lëshoi dhe tha ikra. I thash ma ana bikari, nuk di me lezu. Thot më kapi për zdyti, fa gattani thania hatta balaga minni al-juhd. Fa arsalani fa qal ikra. Për zdyti thot më kapi, më shtrëngoi derisa u lodha. Thot më lëshoi dhe tha lezo. Thash nuk di me lezu. Ma ana bikari in. Thot më kapi për streti, thot më shtrëngoi dhe më lëshoi edhe më tha ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lezo në emrin e Zotit tanë që të ka kriju. Ti nuk di me lezu, ama në emrin e Zotit tanë ki me lezu, i cili ka kriju. Khalaqa al-insana min alaq, e ka kriju edhe njeriu. Këtë njerëzimin e ka kriju nga një gjak i ngjizur. Ikra wa rabbuka al-akram, lezo se Zoti jot është më bujari. Alladhi allama bil qalam, që e ka mësuar njeriu me shkruajt me penda, po, me laps. Allama al-insana ma lam ya'lam, ja ka mësuar njeriu atë që nuk e ka ditë. Dhe këto ishin ajetet e para që i zbresin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I trishtuam çështo nisë del pi shpellës, edhe pse harru me përmend shpella është shpellë e vogël vëllaz. Domthon 4-5 veta më ul nuk mundën arat. Çka shpellë pejgamberi alayhis salam niset pasaj me trishtim se tash natë. Disa net ka qëndruar nuk është se ka ardhur dikur se s'ka lëvizje, nuk është rrugë. Është shpellë. Tu ardh varet se ka ardhur dikush. Tu më njëherë pa prit mos. Domthon po vjen dikush të thotë ikra, lezo. Edhe pejgamberi alayhis salam niset për Mekë dhe shkon te shtëpia vet te Khatija radhiyallahu anha dhe thotë zemmiluni. Fa zemmalu hatta dhahaba anhu ar-raw. Thotë mlun derisa i largu kjo frika që i kishte dhe i tha pastaj Khatijës radhiyallahu anha ej Khatija mali laqad khashitu ala nafsi. Thotë Khatija thotë çka është puna jeme, thotë ju friksova vetes time. U tuta se po më gjen diçka. Dhe më pas ja tregoj këtë ndodhi. Ku ja tregoj ndodhin kjo burrnesh, çka i tha? Tha kella abshir fa wallahi la yukhzik Allahu abada. Tha asese po të përgëzoj se Allah nuk të korriti. Dhe pastaj ja përmendi disa arsye, disa veti që i ka pas pejgamberi alayhis salam dhe kjo burrnesh dhe kjo gruaja e mençur, domethënë e ka pas mësuar me dikun që kushdo që cilësohet me këtë cilësi nuk e korrit Allahun dunja në ahiret. Ka dëgjuar dikun kjo. Thot innaka la tasilu ar-rahim wa tasduqu al-hadith wa tahmilu al-kalla wa taksibu al-ma'dum wa taqri ad-dayf wa tu'inu ala nawaib al-haq. Ka thon për arsye se ti je që kujdesesh me lidhet farefisnore. Apo ti ai i cili kur flet drejt. Ti ai i cili ndihmon çdo kujt i cili është fukara, po edhe që është nevojtar. Ti ai i cili je shumë mikpritës me musafirin dhe ai i cili i qëndron krah dikujt i cili është në të drejtë. Dhe nuk mjaftohet me kaç Hatijë radhiyallahu anha. Fantalaqat bihi Khatijatu hatta atat Waraqat ibn Nawfal. Thot dhe kështu thot nisën me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam deri tek Waraqa ibn Nawfal. Që thot ka qenë djalminxhe ka pas kusheri dhe ka qenë person njeri i cili e ka pranuar krishterizmin dhe ka ditë me shkruajt me arabi në gjuhën arabe, bile edhe Injilin e ka shkruar në gjuhën arabe. Ka qenë sheikhan kebiran qad amia. Ka qenë një plak i shtin mosht i cili ishte verburu. Për shumë tash Aisha radhiyallahu anha. Waraqa ibn Nawfal e kina përmend vëllezër marrat, apo? Waraqa ibn Nawfal ishte që e kishte pranuar krishterizmin dhe kishte njohuri shumë për fet qiellore, apo, veçantë krishterizmin. Po është njënja prej 4 personave të cilët një natë për natëve ishin mbledhur në Çabe dhe në një fest që e kanë pas kur ishetët të një prej idhujve, mirë po këto nuk janë të kënaqur me ata. Dhe këtë unanimisht kanë thonë që kjo nuk është feja e Ibrahimit alayhis salam. Që kjo që janë të bën këto nuk bën. Nuk është mirë idhujtaria, andaj ka rënë pajtim që duhet patjetër me lip hakun, vërtetën. Waraqa ibn Nawfal e pranon krishterizmin dhe është bën për ulemave të krishterë. Ka qenë i dyti Ubejdullah ibn Jahshi. Edhe ke ka pranuar krishterizmin, mirë po pastaj ka arrit islamin, ka hyrë në islam dhe ka qenë për atyre që ka pa hijrat bashkë me gruan e tij, Ramlatu bintu Abi Sufjanin. Mirë po në Abisini kur ka bën hijrat. Do të vjen rasti.
Thonë dikush për ulemave që ki pastaj ka është konvertu prapë në, domethënë ka bërë ridde dhe është kthyi prapë në krishterizëm dhe kështu ka vdekur si krishter. Edhe pse domethënë disa bashkëkohor për ulemave e mohojnë këta, do thonë transmetimet që kanë ardhur rreth kësaj, thotë këto janë dobta. Po thotë ai ka vdekur si sahabi i pejgamberit alayhis salatu, Ubejdullah ibn Jahsh. Ka qenë edhe një tjetër e ka pasur Uthman ibn al-Huwairith. Edhe ky është bërë krishter, bile ka shku te Kajseri, te Cezari i Bizantinës, edhe atje ka ndruar jetë. Edhe ka qenë i katërti Zeid ibn Amr ibn Nufejl. Edhe për këtë kena përmend. Domethënë sidomos Zeidin edhe Ubarakën e kena përmend me një për tregimeve që kanë shkuar deri Mosul në Irak për me kërku të vërtetën edhe kishin takuar njëri prej murxhëve që kishte thonën kush jeni jo jena prej vendit prej Çapës. Ka thonë shkojnë aty lipin aty lip ha, ka thonë shkoni kthenu se është afru koha për marrni pejgamber. Mi po Zeid ibn Amr ibn Nufejl nuk mërin, domethënë vdes para kësaj, a Waraka ibn Nufel e mërin këtë kohë kur po i zbret Xhibril alayhis salam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thash Hatixha radiallahu anha thot kushërin jam thot ngojesh ka po thot burja. E ngon ja tregon ndodhim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkoi thot Waraka ibn Nufel, thot hadha namusu alladhi unzila ala Musa. Thot kjo është melaça që i ka zbrit Musa alayhis salam. Mirë, po ti je krishter tash. Tu s'po thot melaça e që i ka zbrit Isa alayhis salam, po i thot melaça që i ka zbrit Musa alayhis salam. Ka thonë ulemoja është arsye se Isa alayhis salam ka vesh plotësimi fesë së Musa alayhis salam. Apo atë për këtë arsye ka përmend edhe Musa alayhis salam. Edhe pastaj i thot lejteni fiha jadhan lejteni akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Thot asi të kurse ti shakon njeri, ti shakon i fort, çatëherë kur kanë me të përzon populli atë. Pejgamberi alayhis salatu sallam thot e mukhrijihum, kanë me përzon. Muçim ka thon besnik el amin. Muçi shumë punën ative vakumsos. Muçi vazhdimisht mi besojnë këtë gjëra ata thon. Muçi është shembull i kënaqën dhe gëzohen kur më shohin më pjesë, mu kanë më përzon. Vesh pse kam ju thon me adhuru Allahun. I thot Naam, lam ya'ti rajulun bima ji'ta bihi illa udhi wa yudrikni yawmuka hayyan ansuruka nasran mu'assara. Ka thon po, thot s'ka ardhur dikush me atë që ka ardhur vetë se e kanë përndjek popullit. Thot nëse jam gjallë, edhe më rinë këtë ditë, thot kam me të ndihmu me një ndihmes, kam me të qenë krahë jot, ki mu çudit. Mi po do Allah azza domethënë nuk më rinë shumë kohë, edhe shumë ditë vetë se Waraka ibn Nufel ndron jetë. E tash ka diskutim me ulemave, a ka ndruar jetë si besimtar dhe llogaritet pe sahabëve. Një pjesë ulemave thonë që po, ka ndruar jetë si besimtar, bile ka dëshmojnë këta ose bazojnë në bazë të disa haditheve që ka pa pejgamberi alayhis salatu sallam me tesha të bardha, thotë sikur se ti shtekon banorëve zjarrit do të shtekon tesha të tjera, jo të bardha. Gjithashtu tregohet se ka pa në xhenet thon. Një pjesë e madhe ulemave llogaritin si musliman ka ndruar jetë, bile llogaritin edhe si sahabi. Pyetën vashët e bashkëkorrëve Sheikh Uthaymin që thot Allahu alem dhe thot unë besoj që Waraka ibn Nufel është prej sahabëve dhe që duhet ose lejohet me thënë për ta radhiyallahu anhu. Andaj në bazë kësaj nëse ka ndruar jetë si sahabi atë çka nuk kuptojnë, nuk kuptojnë që i pari prej burrave që pas ka pranuar Islamin është Waraka ibn Nufel radhiyallahu anhu. Pe grava është Hatixha radhiyallahu anha pe burrave dhe pastaj pas kësaj ndodhie, domethënë pas kësaj pejgamberi alayhis salatu wasalam kthehet prapë në shpellën Hira, tashmë jo me frikë, po me mallënxhim, ama një periudhë i ndalet ajo shpallja, nuk i vjen Xhibrili alayhis salam. Edhe këtu për këtë ndodhi inshallah do të flasim ligjëratën tjetër, por do të ndalen pak dhe me këtë do të përfundojmë disa dobi që i nxjerrim nga kjo pjesë e sirrës pejgamberit alayhis salam. Domethënë kjo që ka të bëjë me fillimin e shpalljes. E para për dobive është që nuk kuptojmë këtu diçka një listë që qenë ka e shpesht kjo dhe hasim shpesht të pejgamberit Allah se Allah i dërgon ata si pejgamber në vitin ose në moshën 40 vjeçare. Edhe pejgamberi alayhis salam këtë moshë dërgon. E dyta bidovive është që pejgamberi alayhis salam qenë ka bë pejgamber ose nebi, më pas ka ardhur është bë rasul i dërguar. Dhe se ka dallim mes kësaj të parës edhe të dytës. Nebi është bë me fillimin e ajeteve të surës Alaq. Momentin që i ka thonë Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, i bë pejgamber. Ndërsa më pas si rasul vjen me ajetet e para të surës Muddathir, që edhe për këtë do të flasim inshallah. Andaj këtu mes kësaj dhe kësaj ka një periudhë, ka edhe dallim. E treta
që nxjerrim nga ajo pjesa fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jah, më ka kap dhe më ka shtrëngu Xhibril alayhis salam derisa thot u lodha. Çka kuptojmë këtu vëllazër? Kuptojmë edhe një herë çat që përmendëm ligjëratën e kaluar. Se inna sanulqi alayka qawlan thaqila, kena me ta zbriti një fjalë që është haram, peshon shumë. Nuk është e lehtë për me marr. Por arsye se kemë përmend pejgamberi alayhis salatu sallam ka hek shumë në momentin që e ka pranuar shpallën. Por nuk ka me konë edhe ranë për me përcjell, e lehtë për me përcjell. Bile ka me ardhur një kohë që s'ka me konë ranë edhe me lehtë edhe me majt, apo ka me ardhur një kohë që për me majt fejen edhe çket fjalë, ka me konë sikurse gaca, edhe si e që e ma, pas se s'ban me lëshu. E katërta pi dobive është se dini on Islami on vëllezër çfarë rëndësie i jep çështjes së dijes. Andaj ajeti i parë çka është? Ikra. Lezo. Ama ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Në ka marrë pasaj shumë ajete dhe hadithe më pas, në më thonë që Allah azza wa jalla yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ata që besojnë dhe kanë dije, Allah ka më ngrit drejtë. Ose ajete tjetër ku thotë Allah azza wa jalla kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. A janë barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë. Edhe ajete dhe hadithe të tjera. Amma Allah thotë ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lezon emrin e Zotit tanë që të ka kriju. Momenti që e merr dijen bazë që të ka mësuar Allahu dhe për kënaqësinë e Allahut azza, kemë kon dije dobishme dhe kemë kon i dobishëm. Në momentin që nuk bën sipas këtij udhëzimi, pastaj dija bëhet e dëmshme dhe shkatruese, sikurse jemi duke vërejt, domethënë dija dikujt ka kriju armë, ka kriju domethënë shkatrim edhe fesad të madh tokë, por arsye se s'ka qenë bismi rabbika alladhi khalaq. Po ka qenë për dikant tjetër. E pesta pe dobi vëllazërosh me analizu pak, me medituar veprimet e Hatixhes radhiyallahu anha. E shef se ka qenë burrnesha. Ka qenë shumë e pjekur, e ditshme. Radhiyallahu anha. Pejgamberi alayhis salatu sallam po vani trishtu më thot zemmeluni. Çka kishin pa gratë? Kishin thon prit kallzom ne para pse me të mluë. Kallzom çka u bën. Jo, veç shkon e mlo. As nuk ja bën mohabetin që tash u mlove. Të largohet frika. Ju largu frika pejgamberit alayhis salatu sallam, vetë ishte ai i cili përmendet ai Hatixhe e ka të khashitu ala nafsi. Pastaj Hatixha ja tha një fjalë që ka shërbyer si ballsam për zemrën e pejgamberit alayhis salatu sallam. Ju çetsu më njëherë. Tha kella wallahi la yukhzik Allahu abada, nuk përshtoson, nuk të korrit Allahu ti. Ja përmendi disa veti që i ka pas. Po nuk u mjaftu me këtë, Hatixha radhiyallahu, shkoi edhe një hap tjetër, shkoi tek Waraka ibn Nawfal dhe me marr edhe doni këshill pi atina. E që pas lidhet me dobinë e gjashtë. E që është kjo analizë dhe shtjellimi i ngjarjes pejgamberit alayhis salatu sallam nga Waraka ibn Nawfal tregon për dijen që ka pasur. Do tregon se Waraka ibn Nawfal pas ka pas dije dhe njohuri mbi librat paraprake, po edhe shenjat e pejgamberisë. Andaj ka ditë vetëm me 2-3 muhabete që kjo është melaçja që është dërguar Musa alayhis salam. Nuk na të folën tash që kena dëgju këtë ngjarje disa herë dhe po, shumë lehtë është Xhibril alayhis salam po. Po ti herë e parë të vjen dikush edhe thotë çështu ka ndodhur, kështu më ka ndodhur ti më herë më të parë me kurrë fat dyshimi. Tu shkjosh me laçë Xhibrili që ka dhënë Musa alayhis salam edhe kanë me të nxjerr populli jot. Do pas ka pasë dia, po. E shtata që kjo që e ka shtrëngu Xhibrili alayhis salam dazër 3 herë dhe ka lëshu dhe ka thonë ikra. Tregon diçka që një pjesë e marrë dhe orientalistëve mundohen që me tregu ose me shfaq Kur'anin se është diçka është frymëzim, është një zonjë brendshëm që e ka pejgamberi, e ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është një intuit ose është një vizion që e ka pas ose mundohen me tregu që është një zonjë brendshëm, është një çndrim i brendshëm, nuk është se është shpallje që vjen pi jashtë. Kjo tregon që është shpallje që vjen pi jashtë. Tanzilu min rabbil alamin. Sepse po ka një krijesë që thot lezo, sepse është urdhëruar me thon lezo, edhe ti një krijesë tjetër që ti nuk di me lezo. Edhe ti ma ana bikari. Dhe ki pastaj kam vizit 5 ajete që s'mundet dikush me i punu diçka të tilla. Lidhet pastaj kjo me një dobi tjetër, teta që është. E që është se nëse i shkon diçka e mbrëmshme, doni që më tham i zonjë mbrëmshëm ose thjesht meditimi pejgamberit alayhis salam se 3 vite rreshtas, domethënë ka një muj, ka arrit deri te ajo që pejgamberi alayhis salam pastaj më pruni Kur'an. Pimrena. Jo më ardhi diçka shpallje. Ti shkon kjo e vërtet, nuk kishe mujti me gjetë në Kur'an çortime që janë bë pejgamberit alayhis salam. Apo, ki disa vene.
Shema Abdullah ibn Maktumi kur vjen tregimin që ta përmendim, Allah thot abasa wa tawalla an jahu al-a'ma. E çorton pejgamberin alayhis salatu. Ose rasti kur I vin kurëshit me urdhër të jahudive që I thojnë apo na tregon diçka për djaloshat e shpellës. Pejgamberi alayhis salatu thot hajde nesër ju ka tregoj pa thon inshallah. E Allah azza wa jalla vonon përgjigjen. Derisa I thot pastaj wala takul në surën Kafir wala takulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah. Mos thuaj diçka që ka menduar nesër, përveç duke thon inshallah. Lausha illa an yasha Allah. Nuk I kishte gjetë këtë Kur'an nëse I shkon diçka në frymëzim I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po. Nuk I kishte gjetë në Kur'an. Ose nuk kishte përjetuar pejgamberi alayhis salam vujtje që I ka përjetuar në disa dodhi që kanë zgjatë me ditë. Sikurse për shembull rasti I shpifjes për Aisha radhiyallahu anha, një muaj ka zgjatë si ndodhi. Ka hek shumë pejgamberi alayhis salam, pe akuzohet nder. Nëse shkon diçka Kur'an që vetë ka punë pejgamberi alayhis salam, ka qenë frymëzimi I tij, nuk ishte zgjatë me muaj kjo. Frymëzimi I mbrëmshëm nuk mundet më ardh me disa lajme, disa shembull ndodhi që me detaje bile të dikujt prej pejgamberëve. Çish kemi ditë ti shembull detajet e jetës së Jusufit alayhis salam, e të Ibrahimit alayhis salam, Musaut alayhis salam me kështu me radhë. Po kjo vetë tregon se është e zbritur pe anës Allah subhanahu wa taala. Dhe nënta dhe fundit të vëllezër. Ka dash Allah azza wa jall hikmeti I urësia e tij që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë ummi. Me kanë që nuk e ka ditë shkrimin dhe leximin. Dhe këtu ka argument për madhështinë e Allahut, por argument edhe se ky Kur'an është fjalë e Allahut, nuk është trillim I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse po themi këtë? Tamam, ju po thoni o kurëshit, sikurse ta varrena, se ky është ummish, nuk di me shkruajt me lexuar, mo ke ka trillu këta Kur'anin. Ke ka prun. Fjala e njeriu është kjo. Nëse çikis di shkrim lexim edhe atë pse pejgamberi alayhis salam është njeriu më I ditur, atë pse s'ka ditë shtitin lexim, është njeriu më I dishëm. Po çe? Çiket Kur'ani pas ka prun çiket që s'di me shkrim lexim. Hajde jo që dini shkrim lexim, bën vetë një sure sikur se ka prun ki. Po çat Allah azza wa jalla ka dashur që pejgamberi alayhis salam mos me di shkrim lexim për këtë arsye që me kanë një dëshmi e gjallë ton edhe që edhe kurëshitët ato të mençurit se ne kanë diskutuar se pejgamberi alayhis salam nuk ka di shkrim lexim, s'ka mujt me marrë këtë për diku tjetër. Po thjesht kjo është libri fjalë e Allah tanzilu min rabbil alamin. Pastaj Allah thotë edhe me këtë ajet për përfundoj tanzilu min rabbil alamin. Çka Kur'ani është libër I zbritur nga Zoti I botrave. Walau taqawwala aleyna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Thot Allah, nëse ki kishte trillu diçka për neve, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të ta kishim kap me djathtën tonë dhe t'ia kishim pkut arterën e tij. Edhe kjo pas lidhet tash me atë parafundit, dobin që e përmendëm. Nëse shkon Kur'ani prej ardhur pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk I kishte gjetë këtë ajet. Se s'mundet ai vetë me prunë dhe me thonën, valla çështu më bën, ka thonë Allah çështu më bën nëse unë shtoj doni ajet. Jo, Allah azza ka thonë tanzilu min rabbil alamin. Nëse një llafe thot pejgamberi alayhis salam që se ka thonë, e që s'ka shans me ndodh kjo. Sepse Allah se kishte zgjedh pejgamberin alayhis salam për me besu Kur'anin. Po çe? Nëse thot një llaf, ne ja kishim ku damarin, s'kish mujt me jetu, domethën. Që tregon kjo se është fjalë e Allahut xhalla xhelalu. Ka dashur Allah subhanahu wa taala që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kon ummi, që nuk ka di shkrim leximin, po pastaj me prun fjalën e Allahut subhanahu wa taala, që nuk ka me mujt pastaj edhe këtë dunjë e mbledh bash, me prun vesh një sure. Bile edhe një ajet sikurse e pas ka prun ki I ka zbrit këtij pejgamberit alayhi salatu wasallam pse ka qenë që s'ka di shkrim leximin, lutem Allahun azza wa jalla që na bën për atyre që do ta shoqërojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhennetet e tij. Allahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.